Vëllezër të dashur, në këtë ditë të madhe, ditë madhështore, dita e Kurban Bajramit, keni ardhur në shtëpinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtu të përgatitur, të veshur, mirë, të pastruar, dhe kështu ju ndriçojnë fitirat në këtë ditë të madhe, madhështore. Lusë Allahun Gjelleshanuhu që të fitira, po ashtu që të shëndritin dhe të ndriçojnë atë ditë kur të takojnë Allahun, si që ai në Kur'an ka përshkruar vujuhun yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira, dhe një ditë disa fitira dhe t'jenë të ndriçuara, ashtu duke shikuar krijuesin, Zotin e tyre. Pasi që është dita e Kurban Bajramit, është një ditë e madhe, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë vëllezër e ka dëshmu. Thot në hadithin e saktë, thot: "A'dhamul ayyami 'inda Allah yawmun nahr, thumma yawmul qarr, ay yawmul ladhi yalihi." Dita më madhështore, thot Muhamedi alayhi salam, tek Allahu Gjelleshanuhu, është yawmun nahr, dita e therjes, dita e prerjes e kurbanit. Thumma yawmul qarr, e pastaj yawmul qarr, dhe thot dita e cila vjen pas ditës e kurbanit, dhe me thon dita e 11 e muajit Dhulhijja. Kurban Bajrami, vëllezër, me të vërtet është një stacion i madh shpirtëror, i cili na tregon se si ta kemi niyetin, si ta kemi sinceritetin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, si të sakrifikojmë në rrugë të tij, dhe ashtu të jemi solidar, po ashtu të ballafaqohemi me të gjitha vështirësitë, me të gjitha sprovat e jetës, qofshin ato të idhta, qofshin që lëndojnë, dhe qofshin sprovat të cilat ne i urejmë dhe nuk i dëshirojmë. Pika e para, po stacioni i parë që na mëson në dita e Kurban Bajramit, është ajo e vërteta e sinceritetit dhe bindja ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, kur flasim për sinceritetin, sinceriteti është diçka e fshehët. Këto nuk e sheh askush. Askush prej neve nuk mund ta shohë sinceritetin e tjetrit. Prandaj nuk i lejohet dikujt që t'i thotë vetes se ti unë jam i sinqert, dhe këtë lloj sinqeritetit ta mohone nga dikush tjetër, dhe t'i thotë ti si je i sinqert. Por arsye se vendi i sinqeritetit është zemra. Dhe një gjë e tillë nuk shfaqet vetëm nëse besimtari ballafaqohet me çështje të mëdha. Ballafaqohet me kaderin gjigant të Allahut subhanahu wa ta'ala, që prej ati momentit ndryshohet jeta. Allahu subhanahu wa ta'ala për çështjen e sinqeritetit na ka dash na mëson e neve diçka. Prandaj e ka boni ndodhi të madhe Allahu Gjelleshanuhu, që nëpërmjet kësaj ne ta shohim se çka është sinqeriteti, se si Allahu Gjelleshanuhu i sprovon robrit më elit të tij, dhe si ato qëndrojnë besnik me Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj vëllezër, nuk ka asnjëherë pak, dhe nuk duhet asnjëherë ne ta kemi monoton çështjen apo tregimin e Ibrahimit alayhis salam, ku Allahu Gjelleshanu na tregon për sinqeritetin, për bindjen e Ibrahimit alayhis salam, ku Allahu thot: "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin." Allahu thot atëherë kur Zoti e sprovoi Ibrahimin me disa çështje, me disa urdhra, me disa gjëra të mëdha, e Allahu thot fa atammahun, e Ibrahimi alayhis salam i përmbushi ato. Allahu Gjelleshanu do na tregon e neve që ju mund të deklaroni se jeni të sinqert nëse sprovoni si Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam, vëllezër, nuk u sprovu vetëm me atë
kur populli i tij e përzuri prej Iraku, apo e gjujtën në zjarr, dhe ai nuk kërkoi ndihmë prej askujt tjetër përveç se prej Allahut subhanahu wa taala. Por arsye se një gjë e tillë secili prej nesh ndoshta vin me një situatë thot po një herë kom le dhe një herë vdes. Ajo çështja e Ibrahimit alayhis salam kur e hodhën në zjarr dhe ati në ajër para se me piku në zjarr, erë Gjibrili dhe i tha duhet ndim, tha prej kujt, tha që unë e kom ardhur me të ndihmu, a tha prej teje nuk du, vetëm se prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe kush mund thot kjo po s'ka rrugë dalje tjetër. A e din që ka me shku në zjarr. Por ai nuk e dinte se Allahu subhanahu wa taala atë zjarrin ka me ja shëndru në kopsht, në bafqe dhe me ja bë të ftohtë. Por Allahu xhelleshanu vlezër, në shumë çështje, në shumë aspekte e sprovoi Ibrahimin. A e dini më e madhja kush ishte? Thot Allahu subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salam, falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adhbahu. Kur arriti aqete vendi, kur e largoi djalin e tij Ismailin prej Mekës dhe tha o djalim, të tregoj diçka, se une që disa herë shoh një ëndër, dhe ëndra jeme nuk ka diçka me të marrë ti dhe me shëtit, enni adhbahu. Une shoh në ëndër që me të therë ti. Ju qani vlezër, ëndrat e profetëve të Allahu xhelleshanu janë shpallje. Kur Allahu subhanahu wa taala Ibrahimit alayhis salam e bëri që ai ta shohë këtë ëndër të njëjtën kohë, ëndra e profetëve është shpallje. Çka do thotë shpallje? Ai duhet me vepru sipas ëndrës. Ke pa në ëndër që ti duhet me e therë djalin tënd, duhet me e therë. Dhe u kri kjo çështje. E Ibrahimi a.s. u bo gati me e kri urdhërin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po djali ti qka i tha? Ja ebeti fa'al ma tu'mer, se të gjiduni, insha Allahu mine sabirin. Baba im, vepra ashtu si që ka urdhru Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe une dhe përpiqem, insha Allah, qenë prej atyre durimtarve. E Ibrahimi a.s. vlezër, këtu të regu sinceriteti i ti ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur mund deklarojmë ne që jemi të sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë mund të themi, nëse me të vërtet sprovohemi të evladi, të çështja e cila është më e dashura e jona, të pjesa e trupit. Imagjinoni se Allahu xhelleshanu thot ta presish gishtin e vogël, sa herë dhe ishe mendu? Një herë, di herë, 3 herë, 4 herë. Por nëse vin të fundit dhe thosh a kom drejt përsëri me ngjit, me marrë në dorë, kryesorja është me prej, po unë përsëri do të përpiqem ta ngjes gishtin. Ibrahimi a.s. u sprovu me djalin e tij me e bë kurban, që Allahu atë ja dha më shumë viteve dhe atë më së shumti e donte Ibrahimi a.s. Ai nuk mund të mo ta ngjallte djalin e tij. Por Allahu subhanahu wa taala na tregon neve, shiqoni ata të cilët janë ulul azm, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Allahu thot bo durim, ashtu si që kanë bo ulul azm, ato të vendosshmit, ato të sinqertit prej të dërguarve të Allahut subhanahu wa taala. Vezër tër kjo çështje që ndodhi, Allahu subhanahu wa taala e bëri që ne gjithmonë, nëse demi të jemi të afërm të Allahu xhelleshanu, të sakrifikojmë me gjërat të cilat i kemi më të dashurat të ne. Prandaj Allahu xhelleshanu kur i tregon robët e tij, thot Allahu subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Thot Allahu ka prej njerëzve njerëz të cilët marrin të ngjajshëm me Allahun dhe i don ato si dashuria ndaj Allahu xhelleshanu. Që nuk tha Allahu se i don më shumë, por e don Allahun, por diçka tjetër e don barabar një lloj si Allahun subhanahu wa taala. Me dash dikon barabar me Allahun, nuk je prej të dashurve të Allahut subhanahu wa taala. E Allah thot walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Por ato të cilët kanë besuar drejt, ato më së shumti e don Allahun subhanahu wa taala. Që vëllezër, Allahu xhelleshanu ja boni këtë sprovë Ibrahimit alayhis salam, edhe pse e diti Allahu që ai ka me ju nënshtru udhrit Allahu dhe ka këtë sprovë të Allahut me e përmbush ashtu në mënyrën më të mirë, Allahu e bëri ne që të marrim mësim nga kjo. Prandaj Allahu thot Kur'an,
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Allahu thot, shiqov vëllezër, aje prej kësaj kategoria nuk je. Thot Allahu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nuk mund dëgjosh ti prej besimtarve, nuk mund dëgjosh ti prej muslimanve, nuk mund dëgjosh prej atyre që besojnë në Allahun dhe ditën e gjykimit. Yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu, të cilët besojnë Allahun dhe besojnë ditën e gjykimit dhe të njëjtën kohë tregojnë dashuri ndaj kuj? Ndaj armiqve të Allahut dhe armiqve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu. Nuk mund me qenë besimtar dhe ti ta duhesh armikun e Allahut, armikun e Islamit, armikun e muslimanve, armikun e besimtarve, armikun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. La tajidu qauman, nuk mund gjesh tot Allahu subhanahu wa taala. Walau kanu aba'ahum, por nëse janë baballarët e tyre, por nëse janë djemtë e tyre, por nëse janë vëllezërit e tyre, edhe nëse janë familja, farefisi i tyre, thot Allahu xheleshana, ata të cilët besojnë Allahun dhe besojnë ditën e gjykimit, nuk tregojnë dashuri dhe ngrohtësi ndaj kuj? Ndaj atyre që e armiqsojnë Allahun, e armiqsojnë pejgamberin, e armiqsojnë Islamin, janë armiqet e muslimanit. Pa marrë parasysh kush janë, edhe nëse janë baballarët, nëse janë bijtë e tyre, fëmijët e tyre, vëllezërit e tyre, farefisi i tyre. Pse thot Allah, ulaike kataba fi qulubihimul iman, se Allahu në zemrat e tyre e ka shkru imanin. Çka do thot? Allahu kur e shkruan në zemrën e dikujt iman, besimtar, ajo është i miri dhe i dashur i Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa ayyadahum bi ruhin min. E më pas kësaj Allahu thot, Allahu i frymëzon me shpirt nga ai subhanahu wa ta'ala dhe i bën të gjithmonë të jenë të afërmit e Allahut, të jenë ato të cilët gjërën më të dashur e sakrifikojnë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Tjetër vëllezër, çka mësojmë prej kësaj? Vlera e sakrificës. Sakrifica apo kurbani nuk kufizohet vetëm me prerjen e një kafshë, qoftë deve, qoftë lop, apo qoftë bollic, apo qoftë dele, apo qoftë dhi. Nuk është vetëm kjo kufizimi. Nuk është qëllimi që ti e morë një kurban dhe i plotson të gjitha kushtet e kurbanit. Nuk ka as një tëmet, nuk është e verbër, nuk është komthit, topale, e kështu me radhë, i ka hijat moshën, e ka përmbush moshën qoftë lop apo deve, edhe ti e there bismillah Allahu ekber inna hadha minke wa ilejk, kjo është prej te dhe për ti, kjo është për fulanin, edhe e thera kurbanin. Jo vëllezër, se Allahu subhanahu wa taala një gjë të tillë fare nuk i intereson. Me të vërtet, la yanal Allahe luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Mos mendoni, thot Allahu xhelleshanu, se tek Allahu arin ai gjaku që e prit në ju dhe arin mishi. Këto nuk arin tek Allahu, por kush arin devotshmëria. Prandaj thot me një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bi makanin qabla an yaqa' min al-ard. A dini vëllezër çfarë kuptimi ka ky hadith? Ky hadith ka një kuptim shumë të madh. Thot Muhamedi alayhi salam, gjaku i kurbanit akoma para se me ran tok, pikon të një vend aqe tek Allahu subhanahu wa taala. Aqe harin gjaku halati para se me apre cilën kokën kurbanit. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bi makanin qabla an yaqa' min al-ard. Sepse gjaku i kurbanit akoma para se me rreth nga qafa e kurbanit arin të një vend tek Allahu subhanahu wa taala para se me arrit në tokë. Kush është ajo? Ajo është devotshmëria. Këto e shikon Allahu subhanahu wa taala. Edhe vetëm kjo i intereson Allahu të xhelleshanu, nuk i intereson fare. A e ke marr kurbanin me brinjat e rrotulluara, apo e ke marr një lop të madhe, apo një deve? Allahu të xhelleshanu i intereson sinqeriteti. Prandaj vëllezër, ne duhet të luftojmë të arrijmë sinqeritetin, frikën, devotshmërinë ndaj Allahut subhanahu wa taala.
se innema yataqabbal Allahu minal muttaqin, se Allahu e pranon vetëm prej kujt? Vetëm prej devotshmëve, vetëm prej atyre që e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu xhelle shanu thot, ja ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O ju besimtar, atë ju tregoj të bëni një tregti. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Atë ju tregoj, Allahu don ta tregon e vlezër një tregti. E nëse ne e bëjmë atë tregti, him marrim pjesë, e nënshkrujmë atë kontrat, Allahu thot që shpëtoj nga kush? Nga një dënim i dhimbshëm. Tunjikum min adhabin alim. Çka? Tu'minune billahi wa rasulihi wa tujahidune fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allahu thot nëse e dëshironi atë tregtin me Allahut, nuk ka nevojë me dhon para. Thot vetëm besoni në Allahun, besoni në të dërguarin e tij, edhe jepni në rrugt të Allahut me pasurinë tuaj, jepni anë veten tuaj. Allahu xhelleshanu kështu në këtë rast çka do t'ju shpëton nga një dënim shumë i dhimbshëm. Tjetër vëllezër, prej dobive të ditës së Kurbanit është edhe madhështia e bindjes dhe mendimit të mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Asnjëherë mos mendoni një musliman për Allahun xhelleshanu pa marr parasysh sa sprova i vin, pa marr parasysh sa vun. Mos thot pse mu. Allahu xhelleshanuhu don me mdënu me këtë çështje. E di, parasysh se unë e kam bërë këtë gabim, dhe Allahu xhelleshanu e ka vendosur mu çka me ma përfundu me keq. Besimtari duhet të mendon e mirë për Allahun subhanahu wa taala, gjithmonë me pas mendime pozitive. Ti vlla që ndron në aeroplan, as e njeh pilotin, as e din a është mashkull, a është femën, as e din a ka probleme, a ka telashe, a e ka lëshu gruja, a e ngjën fëmijët, a nuk e ngjën fëmijët, a e ka sot fluturimin e fundit, a e ka vendos sot me bo vetvrasje me gjithë pasazhirët, hiç nuk e din. Edhe ulesh aty, pes pare nuk jep, qëndron mirë, knaqesh, edhe kje mendim të mirë, thuj, 15 vjetë ka studiuaj, nuk ka shaka me to. Kje besim, kje besim ndaj ati, je i bindët se aj 15 vite ka studiu për më bo pilot, edhe thuj, a fërmendes, a e din këtë rrugë me si të mshel, a e shikon se si uqu nuk e hetum, edhe si zbriti, aq mirë dhe aq rahat, apo në autobus, ja fut gjumi, thu, kjo agenci është që 50 vjetë, shoferët i ka ma të mirë, për ku e din ti, a janë ato të lodhët, a nuk janë. Jazakallahu khairan. Edhe i nënshtrohesh ati pilotit, apo ati shoferit, edhe pes pare nuk jep. Pse? To janë profesional, shoferët janë të mirë, autobusat i ka ble 3, edhe nuk ka ndodh as një keqe, as një aksident. Për ti nuk e din, ndoshta ajo është pa gjumë, ose ai piloti e ka vendos pa marrë parasysh gjithë pasazhirët me i gjujt në det. Por me gjithë ato ti e kje këtë bindje, pse? Se ai ka studiu, Allah thot, fema dhannukum bi rabbil alamin. E çka mendoni për Allahun subhanahu wa taala? Kur këtë besim e kini ndaj njerëzve, dhe i rini rahat e shëndosh, a keni mendim të mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala? Fema dhannukum bi rabbil alamin. Thot Allahu xhelleshanu në hadithin qudsi, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'hu idha dhakarani. Thot Allahu xhelleshanu, unë jam të mendimi i mirë i robit për mu. Prandaj robi Allahu xhelleshanu duhet mendon e mirë për Allahun subhanahu wa taala. Pa marr parasysh vllajdashe çka të ndodhen, pa marr parasysh çka të goditën, duhet ta kish mendimin e mirë për Allahun subhanahu wa taala. Nëse të ka sprovu Allahu xhelleshanu me diçka, ani brethuj, kjo është diçka e mirë, nëpërmjet kësaj Allahu subhanahu wa taala e para mishlin mëkatet, mëson të jem më i dërushëm, mëson të jem sabërlit, durimtar ndaj caktimeve të Allahut subhanahu wa taala, për arsye se ai e ka zgjedh këtë për mu. Allahu xhelleshanu thot, walakin dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allahu thot, kështu këto janë kujtime për ata të cilët besojnë në Allahun subhanahu wa taala, këto janë mësime
Këto janë mesazhe për ato të cilët besojnë Allahun dhe besojnë ditën e gjykimit. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Thot Allahu xhelle shanu, kush i frigohet Allahut, Allahu për të gjë zgjedhje. Për ato Allahu xhelle shanu bën rrugdalje. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Jo vetëm këto, po jep Allahu xhelle shanu e furnizon nga nuk e kujton ai. Sa herë ti vlla ke mendu që je në një situatë që s'mund të ndihmon askush, thuaj mu, nuk mund të ndihmon askush. Unë në javën tjetër s'ka, ose i burgosur, ose, kur e shef, kur i trokitë gjitha dirët, të kujto dhe dera Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu këto e ka prit prej teje. A dhe trokitish, a dhe ngresh durët para Allahut subhanahu wa ta'ala, që ai me të ndihmu. Sa herë kena qonë vështirësi, sa herë kena qonë situatat të rënda, e pas asaj, inna ma'al usri yusra, fe inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sa herë vjen, apo gjithmonë, dhe ka vërtetu Allahu, se pas vështirësive kush vjen, vjen lehtësimi, pas vështirësis, përsëri vjen lehtësimi. Çështja vëllezër, është e Kurban Bajramit, është me të vërtet edhe një solidaritet shpirtëror, edhe është edhe një pastrim i zemrave. Prerja e Kurbanit është solidaritet shoqëror. A e dini vëllezër, atëherë, shiqoni si një numër i madh prej nesh e mban mend. Atëherë kur është bë kurban, na për vendet tona e kom fjalën se këtu është më vështirë. Edhe është përnda kurbani dhe vallahi, si kush me gëzim të madh, me fitir busqeshur ka ardhur ta ka marr pjesën e kurbanit, që e ke nda për ato. Ma herët ndaheshin vallahi kurbanat. Edhe kënaqeshe kur dikush ta jepte një pjesë të kurbanit. A beson, thojë kim ka konsideru, kim vlerëson, kim don mu që ma ka pru një pjesë të kurbanit. Edhe pse atëherë njerëzit gati se gjithë kishin mish, si gjithë kishin hajvan, gjithë kishin lop, kishin dele, kishin dhi e kështu me radhë, por kur kojshiu të jepte një pjesë të kurbanit, Allahu Ekber, nuk kishte maknatësi, ndiheshe krenar pse kojshia më konsideron, kojshia më don mu. Sot kur askush nuk ta pranon kurbanin, vallahi o problem, nuk o problem me prej kurban, po probleme më e shpërnda kurbanin. A e shikoni në çfarë situatë kena ardhë? Prandaj ka thonë pejgamberi alayhis salam me një hadith sakt, thot do të vjen koha që askush se pranon edhe zeqatin. Shikjo, sot mund të hapis zeqatin, para sot ma te përshkojnë, i marrin njerëzit, paret i marrin. Ama, ka me ardhë një kohë që zeqatin, do të nxjerri zeqatin, askush se merr zeqatin. Nuk ka nevoj, i kena ne të gjitha. E shikon sot me mishin e kurbanit, bile me qonë prej deles, jo se ka erë, ta nuk e dona. Me qonë një lop, apo viç, apo diçka tjetër. Ndoshta, edhe ato e merë me si mbilur, e konsideron në nçmim se ti i qonë mish kurbani, se ti e zbaton një tradit profetike, e zbaton sunetin e Muhamedit a.s. e refuzon, ose nëse nuk e refuzon i turprot, vallahi ka raste, jo ka raste, po shumë, shkoj me një vend edhe e gjujnë mishin, pse dona, e konsideron në nçmim. A e shikoni, mendje masia, krineqësia ku ka ardhë. Kjo nuk vjen prej asgjë tjetër, kjo vjen prej mendje masis, kjo vjen prej krije lartësis, krije netësis. Përse? Për arsye thot Allahu, thumme qasat qulubukum min ba'di dhalike, feje kel hijarati, au ashaddu qaswa. E pastaj Allahu tha, u forcun zemrat e juja, u bon të ngurta. Prej nga vjen krije lartësia? Vjen prej zemrës, kura zemra e ngurt, kura zemra e ashpër, e Allah tha, e pasaj zemrat e juja, pas një kohë, u bon të forta, u bon siguri, feje kel hijarati, au ashaddu qaswa, halathat Allahu, edhe ma të forta se guri, edhe ma të forta se shkëmbi, thot pasaj, wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anar, wa inna minha lama yashaqqaqu min khashyati Allah, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. E kështu me radhë thot Allahu, për prej gurve ka që i hapen ato, del uj, buran uj. A e shikoni vlezë sot sa është mendje masia e madhe e njerëzve, a që është mendje masia e madhe, jo kurbanin, po edhe kur të sheh në rrugë, vetëm nëse nuk ka rrugdalje të përshëndetën. Kjo çka është? Kjo
nuk thom që është dashuri i vetvete, se valla një numri i madh i njerëzve e urrejnë edhe vetveten e tyre. Dikush është pishmëm se gjendet në këtë dinjo, por ndoshta dikush është pishmëm se është njeri, nuk është diçka tjetër, se nuk do të kishte përgjegjësi të madhe. A besimtari thot elhamdulillah që Allahu xhelleshanu më ka bën njeri, elhamdulillah që Allahu xhelleshanu më udhëzoi në fenë e tij, elhamdulillah që Allahu më udhëzoi në Islam. Plus ajo çka e kemi ne, vallahi se ka as populli Musës, as populli Isaut, as populli Ibrahim, as një popull. Ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ummeti i fundit dhe ummeti i parë që ka me hinë në xhennet, ummeti i parë që ka me kalu urën e siratit, kush? Ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhelleshanu për ato që japi, thot wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Thot ne edhe pse japim vetëm për hir të Allahu xhelleshanu, edhe kur japim sadaka, kur japim lemosh, apo kur ndajmë një pjesë të mishit, e japim ta vetëm për hir të Allahut, të varfërve, atyre të cilët janë në rob, miskinen, të ngrative. Innama la nuridu minkum jazaan wala shukura, nuk dëshirojmë shpërblim ndaj kësaj, dhe as nuk dëshirojmë që ju të na falenderoni. Këto e bëjmë se i fregohemi, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, i fregohemi atë ditë, asaj ditës, ditë e errët dhe e mrolët, ditë e frikshme. Fa waqahumullahu sharra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura. E atë ditë Allahu xhelleshanu i shpëtoi ata nga ajo ditë e frikshme. I thot Allahu xhelleshanu Muhamedit alayhis salam për dhënien, për lëmoshën, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Allahu thot merr prej pasurisë tyre, merr zekatin, se nëpërmjet zekatit tutahhiruhum, i pastron ato nga mëkatet dhe ja pastron atyre zemrën. Prandaj dhënia vëllezër e zekatit, dhënia e mishit të kurbanit është ajo që edhe merr robi Allahu xhelleshanu sevape, merr shpërblime, për njëtën kohë është edhe pastrim prej mëkateve. Ne e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për lëmoshën në zekatin e fitrit, çka tha? Tha Muhamedi, thot pejgamberi alayhis salam, në një hadith tregon Ibn Abbasi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqat al-fitri tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Për sadaqatul fitrin Muhamedi alayhis salam çka e ka bë obligim për besimtarët, çka tjetë tuhratan lis-saim, pastrim për agjiruesin, i cili ndoshta ka fol fjalë të kota, ka fjalë ndoshta edhe një fjalë të ligë, dhe është tu'me dhe është ushqim për ato të ngratit. Edhe tjetër vëllezër, durim ndaj sprovave të Allahut subhanahu wa taala. Në këtë Kurban Bajram apo në historinë e Ibrahimit alayhis salam, çka mësojmë? E mësojmë edhe durimin ndaj sprovave. Ajo ishte sprovë që Allahu subhanahu wa taala e sprovoi Ibrahimin herë në Irak, herë në Sham, herë me djalin e tij me prerjen kurban të Ismailit, e kështu me radhë. Kjo vëllezër besimtari duhet të ballafaqon e sprovave. Unë do të ceki diçka që me të vërtet është jo vetëm për me u habit, është për me u vajtu. Ajete për këto ka shumë. Thot Allahu xhelleshanu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Ato të cilët durojnë kur fil ba'sa, durojnë kur është me thonë, kur janë edhe të varfër, kur janë edhe të smur, janë durimtar, por kur edhe në kohën e luftës, ata janë durimtar. A e dini Allahu xhelleshanu vëllezër haxhillarët me çka i ka sprovu? Haxhillarët i ka sprovu me shumë çështje. Mos mendojmë ne si i shikojmë aty në televizor, mashallah, hotele, qabja, vallahi ato e ka qujt Muhamedi alayhis salam haxhin, e ka qujt xhihad, një lloj xhihadi që është xhihad për gratë. Kur kanë dashur edhe ato të luftojnë, e Muhamedi alayhis salam ju ka thonë grave, jo, ju mos përgatiteni, që vëllezër, gratë kanë dashur me luftojnë një kohë. Gratë kanë dashur luftojnë, pse shpërblimi i madh i xhihadit. E ato janë bo gati, ka thonë edhe ne ja Rasulullah, nuk frigona, do na të luftojmë. Tha Muhamedi alayhis salam, xhihadi ju është haxhi. Edhe me të vërtet vëllezër, edhe për burrat është një vështirësi e madhe çështja e haxhit.
sidomos tash që numri haxhillarëve më të madh është shtu. A besoni çështja e tavafit ti e shikon, por ka vështirësi, pa marrë parasysh ku gjendesh poshtë apo gati në epër apo ditën e kështu me radhë. Pastaj ecja Safa Merwa 7 herë, pastaj gjujtja e gurve e kështu me radhë. A besoni është tmerr, është tmerr. A e dini se sa prej haxhillarëve janë përgatit vetëm dhe kanë dalë direkt prej hotelit në Arafat, fare nuk kanë shku në Mina. A e dini këtë çështje? Nuk kanë shku fare në Mina. Pse? Është vështirë. Ka shku ta bone haxhin, ti përgjigjet thirrjes Allahut subhanahu wa taala. Ta zbatone sunetin e Muhamedit alayhis salam dhe këto e thon me bindje, këto e thon se e di që janë përgatit vetëm prej hotelit shkojnë ku? Shkojnë në Arafat dhe kanë shku. Në Mina as pak. Çka kanë bëu pastaj? Kanë qëndruar në Arafat, e kanë marrë rrugën për Muzdelife, kanë qëndruar deri në gjysnatës Muzdelife dhe kanë shku i kanë hedh gurët dhe prej gurëve në hotel. Në Minën nuk e kanë pa kur, po vallahi se kanë pa Minën kur. Ku janë ato me i përballu vështirësit, sprovat, dhimbjet, çështjet e mëdha, thot Muhamedi alayhis salam, inna 'idham al-jazaa'i ma 'idham al-bala, wa inna Allaha idha habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-rida, wa man sakhita falahu as-sukhtu. Thot Muhamedi alayhis salam, shpërblimet e mëdha janë sipas provave të mëdha. Nëse do të marrë shpërblimet të mëdha, edhe sprovat janë të mëdha. Inna 'idham al-jazaa'i ma 'idham al-bala. Me të vërtet sprovat e mëdha, shpërblimet e mëdha vijnë pas provave të mëdha. Nuk mundesh ti me marrë sevapet e mëdha pa më u sprovu shumë. Dhe nuk mundesh ti me pas haxhin me brur pa e kri siç ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pik. Prandaj pejgamberi alayhis salam tha khudhu anni manasikakum, rregullat e haxhit tha mirni prej meje sallallahu alaihi wasallam. E Allahu kur e don një popull e sprovon. Nëse të ka sprovu Allahi me diçka, mos u brengos, po përpiqu dalish prej atë sprov, por shtohet dashurinë ndaj Allahut se ai ka dash dhe të ka sprovu me ato. Dhe mesazhi i fundit vëllezër, se më duket se e kalova kohën, armiqësia ndaj shejtanit. Çështja e Ibrahimit alayhis salam na mëson që me e pas armik shejtanin. A e dini në këto 3 vendet që i gjujmë gur, i erdh shejtani në formë të njeriut, iblisi. Edhe e përshpërit të Ibrahimin alayhis salam, largohu bre prej këtij urë, edhe pse është urdhri i Zotit. A don ta presish gjalin ton ta bësh kurban dhe jesish pa fëmijë, e kishi që ja vetëm që qëndronte, e mirte me gurë dhe e gjunte iblisin. 3 herë në ato 3 vendet, Jamratul Aqaba, el-Wusta edhe Sughra, dhe më thonë në të 3 vendet, e gjunte Ibrahimi a.s. me gur iblisin, jo vetëm që heshte, edhe qëndronte durimtar, po e largonte edhe gjunte me gur. Prandaj gjutja e shejtanit është sot një formë simbolike që ne gjithmonë ta luftojmë shejtanin. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allahu thot dinja, shejtani është armiku juaj. O konsideronja si armik. Mirë një si armik. A i keni pa ato kur dalin kër luftojnë boks? Mora i tregot si kafshati, e din se ate ka kundërshtar edhe pik. Nuk i intereson deri sa rëzon tokë. Edhe ajo nuk mjafton deri sa i qamshon e tokës dhe dërzot. E konsideron armik. Ato që lufton ajet e konsideron atë qetrin armik. Deri sa i dërzot. Për nëse dërzot, ndoshta nuk i mjafton. Apo lojtarët, ato e kanë këto ndresa, ato tjerat, luftojnë njoni kundra qetrit. Thot Allahu Gjelleshanu, inna shejtane lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati shejtan innahu lakum aduwwun mubin. Dhe mos i ndiqni rrugët e shejtanit, për arsye se ajo është armik i qartë i juaj. Vlezër, lusim Allahun subhanahu wa taala që në këtë kurban bajram ta ndjekim në rrugën, traditën, sunnetin, milletin e Ibrahimit a.s. Fejën të uhidin e Ibrahimit, wattabi'u millata Ibrahim hanifa. E Allahu thot ndiq nga milletin cilën, fejën e Ibrahimit e cila ka qenë Islami, po ashtu dhe menhegjin e pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të bëjmë ndoshta 1 minutë tekbire,
edhe pasaj do të fillojmë me faljen e Kurban Bajramit.